Gara ishte një eksperiencë që çdo sfidë kërkon zemër, ose kërkon tru, ose kërkon fizik. Ose të gjitha bashk. Kjo ishte ajo që i kërkon të gjitha bashk. Ah, okay. Qofse këtu si kishe të treja, po të treja tamam, nuk e bëje dot. Pika më e bukur, kam një të keqe, po që sot e shoh si të bukur, se në atë moment... Humbe? Jo, nuk ka lidhje me humbjen. Humbja shifet mbas një jave. Ti duhet qash deri në fund, për 7 ditë në fund fare merr vesh se ku ke dalë, ku s'ke dalë. Dita e parë, ka qenë jam nisur duke qarë. Ishte ora 5:30 mëngjesit. Më kishin vënë diku 10-ën atë 11-ën për të nisur. Unë nisët në Lezhë apo jo? Unë nisëm në Velipoj. Velipoj. Në Velipoj tani qajet din 5:30. Pse? Skafandën duke shkuar tek nisja. Stresi. Nuk kisha frikë, sepse nga eksperjenca fundit që kisha thyrë këmbën, nuk kisha hallin tim. Kam hallin vetëm që familja, që nuk dua t'i rëndoj te kjo pjesë, dhe nuk isha sigurt e bëra mirë që si u thash, isha shumë e rënduar te kjo pjesë. Pastaj çdo gjë shkoi mirë për 170 kilometra, 80 kilometra që i fundit ishte një terren. Aty ishin 2 motoristë të tjerë që kishin hapur krahun, unë rash 6 herë. Këtej, ande, këto më thonë, po lëre, erdhën makinat, Se po. Aty s'merr do të frym zemra, thash se më plas. Aty kam net 1 orë gjys, derisa mora veten edhe vazhdova. Se s'ke